Të shtunën kemi organizuar 5 ekipe emergjente që të gjitha të pajisura me kamionet dhe bagjer për të intervenuar në pastrimin e mbeturinave vëllimore në kryeqytet. Ky është një nga aksionet më të mëdha që kemi ndërmarrë dhe është bërë pikërisht në ditët e para të marrjes së mandatit si drejtori i shërbimeve publike, po dhe futjes sonë si ekipi i Partisë Demokratike të Kosovës në koalicion në Prishtinë për t'ju përgjigjur kësaj situate, e cila ka qenë situatë jashtëzakonisht e rënduar. Arsyeja pse ka qenë dhe është po një vëllim kaq i madh i mbeturinave është sepse për 2 muaj rresht nuk janë marrë mbeturinat vëllimore dhe inerte nga kryeqyteti, pasi Ministria e Ambientit ka lëshuar një vendim e cila ka bllokuar deponinë që ka qenë në Matiqan për këto mbeturina. Dhe kompanitë nuk kanë mujtë t'i dërgojnë askund tjetër sepse nuk i kanë pranuar as në deponinë e Mirashit. Ne kemi marrë të gjitha hapat e nevojshëm për sigurimin e lokacionit dhe procedurën për të ndërtuar një qendër tranzitore të mbeturinave vëllimore, në të cilën po grumbullohen mbeturinat vëllimore dhe pastaj ato do të ndohen, klasifikohen dhe të shpërndohen në deponi qendrore ashtu siç e kërkon edhe legjislacioni në fuqi. Aksioni është prit jashtëzakonisht mirë nga qytetarët. Një fenomen që është vërejtë është se në të gjitha lagjet, e sidomos ato urbane në kryeqytet, deponit apo mbeturinat ilegale vendosen pranë kontinjerëve nga qytetarë që nuk jetojnë në ato lagje, fatkeqësisht. Dhe mbështetja e qytetarëve, banorëve të atyre lagjeve ka qenë shumë e lartë, për çka i falenderoj të gjithë, dhe njëkohësisht ju kërkoj që të kujdesen për hapësirat që të bëjnë fotografimin, video ose identifikimin e këtyre personave në mënyrë që ne tashmë jeni tu e vazhdu aksionin edhe me inspektor për t'i gjobit të gjithë personat të cilët nuk i vendosin mbeturinat vëllimore dhe inertet në vendet adekuate, por i vendosin para lagjeve dhe banorëve të qytetarëve në Prishtinë. Nga ekipi i shërbimeve publike që jemi organizuar nga e shtuna, i kemi identifikuar 72 lokacione. Nga to, deri më tani janë pastruar tërësisht 55 lokacione. Ka mbetë edhe një numër i vogël lokacioneve pa përfundu dhe ne shumë shpejt do të mbrijmë edhe të përfundimi atyre lokacioneve dhe do të kujdesemi për mirëmbajtjen, për çka kërkojmë ndihmën e të gjithë qytetarëve dhe personave që mund të kontribuojnë në identifikimin e kryerësve të këtyre veprimeve që hudhin mbeturina dhe në anën tjetër ndihmojnë në lokalizimin sa më të shpejt këtyre vendeve ku duhet të intervenohet. Kjo ka qenë e nevojshme qysh moti. Thirrja tani në fushat zgjedhore nga të gjithë ata që janë kandidat, uroj të mos shërbej si fushat politike, po t'jetë një fushat vetëdijsuese që i përgjigjet nevojës edhe vendit. Unë sa e përmena më herët, përderisa Ministria në detyrë e ambientit kishte lëshuar një vendim së bashku me inspektor e kësaj ministrie që të ndalohet dhe bllokohet një deponi për mbeturina vëllimore, kemi pa duke bërë thirrje që të dilet dhe të pastrohet qyteti. Kjo nuk shkon mes veti. Ne nuk duhet të udhëheqemi nga politika të cilat e bllokojnë niveli qendror dhe niveli lokal njëra tjetrën. Ne duhet të udhëheqemi me parimin e shërbimeve sa më të mira për qytetar në mënyrë që të përmbushim obligimin përfaqësues që e kemi marrë nga qytetarët.